Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi ka ngritur alarmin për gjendjen e sistemit të drejtësisë në Shqipëri, duke theksuar mungesën e gjyqtarëve dhe rritjen e vazhdueshme të stokut të çështjeve në gjykata, veçanërisht në apel. Në një deklaratë për media teksa bëri bilancin e fundvitit, ai u shpreh se sistemi gjyqësor funksionon aktualisht me vetëm 73.6% kapacitetit të tij real. Ai quajti domosdoshmëri marrjen e masave konkrete për korrigjimin e menjëhershëm të kuotave të pranimit në shkollën e magjistraturës. Sistemi sot prodhon backlog të ri për shkak të mungesave strukturore. Çdo ngarkesë e krijuar sot në shkallë të parë dhe në apel, nesër do të jetë ngarkesë për gjykatën e lartë. Mungesa e gjyqtarëve është problemi themelor i sistemit të drejtësisë. Aktualisht janë 307 gjyqtarë efektiv në detyrë, përballë 417 të parashikuar nga struktura organizative. Çka do të thotë se sistemi funksionon me vetëm 73.6% të kapacitetit të tij, ose me 110 gjyqtarë më pak. Kjo situatë bëhet edhe më shqetësuese nëse merret parasysh se deri në vitin 2028, nga shkolla e magjistraturës parashikohen të dalin jo më shumë se 67 gjyqtarë të rinj. Kërkohet shumë më tepër angazhim me qëllim që të ketë masa shumë të forta dhe rrjeta sigurie për sa i përket gjyqtarit në sallën e gjyqit dhe në hyrjen e gjykatës. Nëse gjyqtari nuk është i sigurt të sallë e gjyqit, nuk mund të presim drejtësi prej tij. Kreu i Gjykatës së Lartë evidentoi gjithashtu problematikën e cilësisë së dobët të rekurseve, ku një pjesë e madhe e tyre nuk kalojnë filtrin e pranueshmërisë, duke konsumuar kohë gjyqësore pa efekt real për drejtësinë. Sipas të dhënave, rekurset e papranueshme arrin deri në 82% në kolegjin penal. Vijon të mbetet problem serioz cilësia e dobët e rekurseve. Rekursi është shumë i standardizuar. Nuk mund të vijë çdo çështje në gjykatën e lartë. Pra, administrata publike ka një numër shumë të lartë të çështjeve në raport me individin. Pra, rekurset me më shumë mos sukses vjen re në rekurset me palë shteti. Për te kushteve të vështira, Gjykata e Lartë ka arritur të ulë backlogun me 61% gjatë 5 viteve të fundit, duke dhënë gjithsej 39.269 vendime dhe duke reduktuar stokun në 14.081 çështje. Vetëm gjatë 2025-s janë dhënë 6.876 vendime me një normë likuidimi prej 273%, shifra që sipas Sadushit përfaqëson një stërmundim profesional dhe jo një normalitet institucional.